Në hyrje të këtij edicioni ju informuam për një takim urgjent që ka kërkuar Ministri i Jashtëm Ditmir Bushati me ambasadorin serb në Tiranë, Mirjolup Zarić. Në këtë momente ju po shihni pamjet e mundësuara nga Ora News të momentit kur ka mbërritur në institucionin e Ministrisë së Jashtme ambasadori serb. Duhet thënë që takimi i kërkuar nga krye diplomati shqiptar Ditmir Bushati ka zgjatur vetëm pak minuta. Ky është momenti kur ambasadori serb Zarić ka mbërritur në Ministrinë e Jashtme për të takuar me zotin Ditmir Bushati për situatën e krijuar pak para nisjes së ndeshjes mes Serbisë dhe Shqipërisë. Kujtojmë një takim i cili u thirr pas bllokimit që u bë në aeroportin e Beogradit gazetarëve dhe biznesmenëve shqiptar. Mendohet se është diskutuar për situatën atje dhe se Ministri i Jashtëm ka rikonfirmuar edhe një herë gatishmërinë e institucionit që ai drejton për të mbrojtur interesat e qytetarëve të Shqipërisë. Është një takim i cili ka zgjatur, duhet të theksuar, vetëm pak minuta dhe në mbyllje të tij ambasadori serb në Tiranë ka preferuar që të mos ketë asnjë komunikim me median.